Në korrik të ky viti, Komiteti i Investimeve Strategjike miratoi statusin e investitorit strategjik për projektin e Nea Hotel Ksamil, një hotel 11 katësh me vlerë të deklaruar prej 45 milion eurosh. Hoteli parashikonte të ketë 155 dhoma, ku 92 prej tyre janë kategorizuar si duplex dhe 8 si suita. Sipas komunitetit, projekti i rimbush kriteret ligjore për të shpallur investim strategjik, por vëmendjen e opinionit e ka tërhequr identiteti i investitorit. Kompania që do të ndërtonte hotelin, Aica Imobiliare, është në pronësi të Armand Hoxhës, një avokat nga fshati Radhe Manzës. E themeluar në vitin 2021, Aica nuk ka asnjë aktivitet ekonomik dhe asnjë të ardhur të regjistruar. Asetet prej rreth 1.9 milion eurosh burojnë kryesisht në një tokë në Ksamil e blerë me kredi, ndërsa detyrimet arrin në 1.7 milion euro, çka e lë kapitalin neto në vetëm 200.000 euro. Megjithatë, kompania nuk ka gjeneruar fonda, ajo është miratuar si investitor strategjik për një projekt gjigant 45 milionësh. Edhe bizneset e tjera të Hoxhës, Advisors Management dhe Luar Group figurojnë pa aktivitet dhe pas një të ardhur. Statusi strategjik i ka lejuar avokatit të përfitojë dhe 2500 m2 tokë, kjo e gjitha shtetërore në një prej zonave më të kërkuara të Bregdetit. Vendimi parashikon vënien në dispozicion të pasurive publike për zhvillimin e projektit turistik, megjithse nuk sqarohet burimi i financimit për investime shumë milionësh. Në një faqe personale online, Hoxha paraqitet si sipërmarrës global me bazë në Dubai, duke pretenduar se drejton kompani ndërkombëtare. Por të dhënat zyrtare tregojnë se Aica dhe firmat e tjera të tij janë pa aktivitet real. Kjo ka ngritur pikpyetjen mbi origjinën e mundshme të fondeve dhe arsyet se si një avokat pa kapital të provuar arriti të sigurojë një status të tillë. Në fund mbetet një fakt i pakundërshtueshëm. Një kompani pa të ardhura dhe një pronar pa kapital real janë shpallur investitor strategjik për një projekt prej 45 milion eurosh.